Kjo bimë ka habitur të gjithë mjekët. Një filxhan çaj rozmarinës është zgjidhja për çdo problem. Historia e çajit të rozmarinës është aq e lashtë sa vetë bima. Kjo barishte është e përdorur që në lashtësi për t'i dhënë njeriut një kujtesë shembullore. Rozmarina konsiderohet gjithashtu ideale kundër problemeve të mostretjes, dhimbjeve muskulare dhe problemeve të gjymtyrve. Acidi salicilik që gjendet te çaji konsiderohet gjithashtu si një paraardhës i aspirinës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo është një arsye pse çaji i rozmarinës është shumë i suksesshëm në betejën kundër problemeve të artritit, gjithashtu edhe atyre të reumatizmës. Çaji i rozmarinës është i pasur gjithashtu edhe me substanca të mira ushqyese që bëjnë luftën kundër mikrobeve, gjithashtu edhe problemit të radikaleve të lira, duke i cilësuar ato si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese kundër problemeve të tilla. Kjo e bën edhe çajin e rozmarinës si një ndihmë mjaft të mirë kundër këtyre shqetësimeve, duke e cilësuar atë si një prej produkteve me përfitime të larta ushqyese. Kur kombinohet gjithashtu me limonin, ky çaj do të ofrojë përfitime shëndetësore që organizmi juaj mund t'i marrë ato edhe në mbrojtjen më të mirë të tij. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë 2 limona, 4 filxhan ujë, çerek filxhani rozmarin dhe mjaltë sipas dëshirës. Pasi filloni me përgatitjen e kësaj recete, do të merrni edhe anën pozitive të saj. Vendoseni çajnikun në zjarr, shtoni rozmarin, e lini të ziejë për 10 deri në 15 minuta. Gjatë kësaj kohe kur uji nis të vlojë dhe më pas shtoni fetat e prera të limonit. Më pas e mbëlsojeni me mjaltë dhe e pini atë të ngrohtë. Vlerat e çajit të rozmarinës me limon janë vërtet të gjëra në dobi të organizmit. Ekspertët shpjegojnë se limoni stimulon tretjen dhe pastron mëlçin. Këtë punë e bën më së miri në bashkëpunim me rozmarinën, e cila ndihmon në pastrimin e organizmit. Ky çaj rekomandohet kundër një sër probleme shëndetësore. Ai do të ndihmojë në përmirësimin e tretjes, pastron organizmin nga toksinat, i jep trupit më shumë energji dhe gjithashtu gjallëri. Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe shëndetin më të mirë të zemrës. Përmirëson gjithashtu sistemin imunitar dhe e forcon ndjeshëm atë. Pastron dhe forcon mushkëritë. Largon stresin, qetëson mendjen dhe përmirëson gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Përbën një recetë shumë të mirë kundër problemeve të lëkurës dhe bukurisë të jashtme. Rekomandohet gjithashtu edhe për shëndetin e masës muskulare. Por duhet të tregoni edhe kujdes. Njerëzit që vuajnë nga pamjaftueshmëria e hekurit dhe anemia nuk duhet të konsumojnë këtë çaj sepse ai do të ulë aftësinë e trupit në përthithjen e hekurit. Ky çaj mund të mos jetë i mirë për femra shtatzana dhe për ato që vuajnë nga diabeti, të cilët më përpara duhet të konsultohen me mjekun e tyre për të evituar gjithashtu edhe gabimet në përdorim. Çaji i rozmarinës është një përbërje fantastike që mund të sjellë shumë përfitime. Rozmarina është përdorur për të përmirësuar shëndetin, gjithashtu trupin, trurin, zemrën, mëlçin kundër betejës së radikaleve të lira. Çaji nga rozmarina mund të bëhet edhe në kushte shtëpie edhe me përdorimin e rozmarinës së thatë. Në rozmarin të thatë derdhni ujë të nxehtë, e lini të qëndrojë për 3 deri në 5 minuta dhe filloni ta shijoni atë me të gjitha të mirat e kësaj pije të shijshme dhe shëruese, e pasur me substanca të larta ushqyese. Çaji nga rozmarina është një burim i shkëlqyer i vitaminës A, vitaminës B, vitaminës C, vitaminës D dhe vitaminës K. Kjo pije aromatike ka një efekt të fuqishëm antioksidues, antiinflamator, antibakterial dhe antiseptik, që e bën atë një përzgjedhje të shkëlqyer në betejën kundër radikaleve të lira dhe problemeve të imunitetit dhe të trupit tuaj. Rozmarina ndihmon edhe në tretjen më të mirë të ushqimeve. Konsumi i çajit të rozmarinës pas një vakti të rënd ndihmon në relaksimin më të mirë të muskujve dhe të sistemit tuaj tretës. Shkencëtarët kanë zbuluar se çaji i rozmarinës është i shkëlqyer për reduktimin e fryrjeve, lehtësimin e gazrave, gjithashtu edhe dhimbjeve të barkut, duke e bërë atë një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në betejën
kundër këtyre komplikacioneve. Çaji i rozmarinës mund të cilësohet gjithashtu si një stimulues shumë i mirë i shëndetit tuaj të kujtesës. Rozmarina stimulon funksionet tuaja të trurit. Ajo ka efekte të shkëlqyera në kujtesë dhe në përqendrim. Studimet kanë treguar se përmes konsumit të çajit të rozmarinës, kujtesa dhe përqendrimi juaj do të rritet me 30%, citon Healthline, brenda një afati të shkurtër kohor prej 3 muajsh. Gjithashtu, përdorimi i rozmarinës do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër problemit të radikaleve të lira. Çaji i rozmarinës ka efekte të mira anti-inflamatore dhe antioksiduese. Ai ul nivelin e radikaleve të lira në trup dhe bën kështu të mundur parandalimin dhe rritjen dhe zhvillimin e qelizave të dëmshme. Gjithashtu mund të ngadalësojë edhe prapjen e qelizave të dëmshme në organizëm. Ai lehtëson simptomat e ftohjes dhe të gripit. Kjo pije mund të lehtësojë gjithashtu migrenën, kokëdhimbjen, gjithashtu edhe kapslëkun, të shkaktuara nga ftohja dhe gripi. Filloni ditën me çaj rozmarine, i cili ka veti të shkëlqyera në rimëkëmbje, qetëson mendjen gjithashtu edhe trupin tuaj, dhe ju mban gjithashtu më të fokusuar. Çaji i rozmarinës do të qetësojë edhe irritimet të ndryshme që i kanosen shëndetit të lëkurës. Çaji i rozmarinës mund të shtohet edhe në banjo. Ai është i shkëlqyer për njerëzit të cilët kanë edhe probleme të qarkullimit të dobët të gjakut dhe probleme të lëkurës siç janë për shembull edhe psoriaza. Kompresat e çajit të rozmarinës mundet që të përdoren gjithashtu edhe të vendosin në lëkurën e thatë dhe atë të dëmtuar, si dhe lëkurën për të cilën është e prirur ndaj akneve dhe puçrave, për të ndihmuar në një rigjenerim më të mirë të tyre. Rozmarina redukton nivelin e stresit. Pothuajse të gjitha llojet e çajit kanë efekte qetësuese për mendjen. Përmes konsumit të këtij përbërësi, rozmarina do të reduktojë gjithashtu edhe periudhat afatgjata të niveleve të hormoneve dhe stresit në trup, dhe përdorimi i çajit të rozmarinës në përditshmërinë e dietës së huaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Rozmarina, përveç aplikimeve në mjekësinë tradicionale, ka një histori të gjatë në përdorimin e saj gjithashtu edhe në kuzhinë. Rozmarina është vendase edhe në Europë dhe pjesë e saj është edhe Shqipëria. Shumë njerëz e shijojnë çajin e rozmarinës përmes aromës dhe përfitimeve të saj shëndetësore. Këto janë disa nga përfitimet që do të merrni nga çaji i rozmarinës sipas ekspertëve të Healthline. Ajo është e pasur me elementë të mirë të antioksidantëve dhe anti-inflamatorëve dhe antimikrobikëve. Antioksidantit, që janë në përbërësit kryesor të rozmarinës, ndihmojnë në trupin tuaj në betejën kundër dëmtimeve të stresit oksidativ dhe inflamacionit, i cili mund të çojë gjithashtu edhe në sëmundje kronike, siç janë problemet të radikaleve të lira, të cilat mund të çojnë edhe në komplikacione të shëndetit, siç janë ato të zemrës dhe diabetit të tipit 2. Ato mund të gjenden në shumëllojshmëri bimore të tilla si frutat, perimet, barishtet e të tjera. Ndaj çaji i rozmarinës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Çaji i rozmarinës është një produkt fantastik, edhe për ata persona që duan të përmirësojnë kujtesën dhe disponimin e tyre. Përjetimi i stresit dhe i ankthit her pas here mund të jetë i zakonshëm. Megjithatë, ekspertët tregojnë se përdorimi i çajit të rozmarinës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë një rol pozitiv në betejën kundër këtyre shqetësimeve, duke e renditur atë si një prej produkteve më të mira. Rozmarina është një bimë fantastike që mund të japë shumë përfitime shëndetit dhe të parandalojë komplikacionet e tij. Për sa kohë ajo përdoret nën kujdesin e duhur të ekspertëve dhe në dozat standarde, do të keni shumë më përfitime në dobi të shëndetit dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet. Ekspertët citojnë se rozmarina është një bimë fantastike dhe nuk duhet të mungojë në regjimin tuaj ushqimor dhe duhet të përdoret gjithmonë edhe në sasinë dhe në trajtën e duhur. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani sa më shumë këtë video.